70% të aksioneve të klubit të futbollit KS Lushnja do të dalin në ankan në ditët në vijim, pas vendimit të marrë në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Në mbledhjen e muajit mars, Këshilli Bashkiak në Lushnjë miratoi një sër investimesh në infrastrukturën rrugore dhe shëndetësore, ndërsa vendimi më i rëndësishëm mbetet hapja e klubit drejt privatizimit. Sipas këtij vendimi, Bashkia e Lushnjës do të mbajë vetëm 30% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër do t'u ofrohet investitorëve privat. Ky hap synon të sjellë më shumë financim dhe zhvillim për klubin, i cili ndër vite ka qenë një nga ekipet tradicionale të futbollit shqiptar. Ndërkohë, ekipi, stadiumi dhe fusha e gjelbër e ekipit vlerësohen për mirëmbajtjen dhe kushtet cilësore, duke ofruar parametra të përshtatshëm për zhvillimin e ndeshjeve. Me këtë vendim, Bashkia vulos zyrtarisht nxjerrjen në ankan të aksioneve, duke hapur një kapitull të ri për të ardhmen e klubit.